një vepër që është tepër më rëndësi, vllazën Allah, ajo është çështja e namazit. S'mundet, nuk mundet një musliman që ka arrit Ramazanin, që ka përjetu, me thonë, ka hyna në pit stopin, është full, dhe me dal dhe mi thonë Zotit, o Zotin, s'ka mundësi me falë namazin për ty. Nuk ka gabim më të madh të cilën mund të bën një agjërues musliman, se sa që pas si që të kalon Ramazani, të alen namazin. Nuk ka gjëna. Maj ma se alkoholi, maj ma se mishi derit, maj ma se gjdo me katë, Allah në rujt. Andaj, duhet që në mendjet tona, fokus, qëllim joni Ramazanit, që se u jam nga ata të cilët si jam falë para Ramazanit, me ardhë Ramazanit dhe mu më shëndru një person tjetër. S'mundesh ti, me thonë, ke dalë ngarë për në xhenet, ke dalë në rrugtimin për në xhenet, edhe mos me pas ti namazin. S'mundet, nuk i plotson kushtet. Kushtet nuk i plotson. Allah na përmirësoj. Amin.